Kryeministri Edi Rama ka mbyllur fushatën elektorale në Fushkruj. Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se deri më tani janë shpërndar 350 apartamente tek qytetarët që janë prekur nga tërmeti, ndërkohë që ka theksuar se pas zgjedhjeve do të vazhdojnë të shpërndajnë banesat e reja, duke e çuar këtë në një total prej 1100 banesash. Është një manifest dëshirash elektorale që hajtë se përshkojmë ke njerëzit dhe po ju tregojmë pralla ta haj kush ta haj, por është një plan i vendosur mbi themele shumë të forta. Mëtej gjatë fjalës së tij u shpreh se në çdo qytet po pasqyron arritje që qeveria ka bërë gjatë mandateve. Ai theksoi se kjo duhet pasqyruar që qytetarët të shohin se çfarë është bërë realisht dhe jo siç paraqitet me gënjeshtra. Prodhimi i brendshëm bruto i vendit, pra çfarë arin vendit prodhoi si vlerë, ishte 9-10 miliard euro. Sot ka kaluar 25 miliard euro. Dhe ne jemi të bindur që deri në Shqipërinë 2030 do ta çojmë këtë vlerë në 35 miliard euro. Që do të thotë, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të rishpërndar, do të ketë shumë më tepër të ardhura për të investuar, për infrastrukturën dhe për të gjitha nevojat e tjera. Vazhdojmë. Këtu jemi tek të ardhurat për frym, këtu jemi tek një pasqyrë e rritjes prodhimit të përgjithshëm në raport me rajonin. Ne nuk konkurrojmë me Gjermaninë. Garën me Gjermaninë e bënte Bufi kur ishte në qeveri, më vdeksha, se po e pritësha këte, vdeksha unë për ty, rofsh që kalove, rofsh, hudhër, rofsh. Në fund, Rama u ndal tek rëndësia që ka vota e 11 majit për integrimin dhe antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Duke antarësuar vendin në Bashkimin Evropian, Rama tha se do të përmbushin profecinë e heroit tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.